ka bërë thirrje për vrasjen, për zhdukjen, për djegjen me acid, për dëbimin, dera islamik dhe gjak prishur. Shënjestër.net. Pranë prokurisë speciale kam dorëzuar një kallëzim penal ndaj personit Musa nga fshati Dumnic Lugës së Vushtrës, i cili jeton në fshatin Maxhunaj. Kemi parashtruar këtë kallëzim penal me dyshimin e kryerjes veprës penale nxitjes së urrëties dhe mosdërimit. Dhe si një provokator me një fushat jashtëzakonisht nxitse të urrëties në rrjetet sociale, nxitje të urrëties mes kombit shqiptar, përkatësisht mes vëllëzërve të njëjtit komp të cilët ndajnë fe të ndryshme, i njëjti në vazhdimsi ka bërë thirrje për vrasjen, për zhdukjen, për djegjen me acid, për dëbimin, njëkohësisht edhe përdorimin e ushtrisë dhe operacioneve ushtarake karshi popullit shqiptar musliman. Përkatësisht, i njëjti deklaron që 70% të qytetarëve të Kosovës që kanë përjardhje nga Kosova dhe jetojnë në Kosovë janë kolon aziatik, pra nuk janë forë ose race pastër shqiptare, dhe të njëjtit të gjithë këta 70% që i bie afër 1.4 milion nga 2 milion popullat shqiptare e Kosovës, e cila jeton në Kosovë ose jeton në diasporë, duhet të vriten ose të dabohen në Azi, sepse këta janë pasazh dhe fare jeniqerëve dhe nuk janë shqiptarë. I njëjti në shkrimet e tij, të cilat i ka botuar nga muaji i shkurt deri në muajin qershor 2026 në faqen e tij në rrjetin e social Facebook, nuk është mjaftuar kaq, por po ashtu ka deklaruar që këta terrorista islamik, kolon aziatik, cilët nuk janë fare pastër shqiptare, duhet që të zhduken me acid. I njëjti nuk mjaftohet dhe një nga shkrimet thotë që shpëtimi vetëm i kombit shqiptar është një operacion ushtarak i llojit Oluja. Për ata që nuk e dinë, Oluja është operacion ushtarak shtetëror i shtetit Kroacisë vitin 94, përmes cilit operacion e ka pastru etnikisht një territor të madh të Kninit, duke i dëbuar serb, afër 250.000 serb në Serbi. Edhe rrjedhimisht me këtë shembull të operacionit Oluja nënkupton që duhet në Kosovë, por edhe në Shqipëri, sepse nuk i kufizon thirrjen e tij, që të pastrohet ky territor nga afër prej 1.4 milion shqiptarëve musliman me operacione ushtarake, me granatime, vrasje masive, për t'i dëbuar që sipas tij në territorin e prejardhës tyre në Azi. Ajo çka ky kërkon përmes këtyre shkrimeve që janë mbi 15 shkrime, cilat unë i kam përfshirë si pjesë të kallëzimit penale, që konsideroj që në secilën prej tyre ka elemente të kësaj vepre penale që nëse bën në tërësi vetë se e rëndojnë dhe e shtojnë, domethënë peshën e kësaj vepre penale dhe inkriminimin e të njëjtit për kryen e kësaj vepre, tregojnë që i njëjti, domethënë, është duke kërku atë që e kanë synu serbët dhe e kanë bërë pjesërisht përmes dëbimit masiv të shqiptarëve, qysh prej vitit 1878 e deri në vitin 1999, cilën e kanë bërë grekët, e kanë bërë malazezët, dhe rrjedhimisht i njëjti është duke kërku që të njëjtën gjë ta bëj sot shteti i Kosovës, ta bëj shteti i Shqipërisë, për të përdorur ushtrinë dhe për të dëbuar popullin tonë. Pra kjo logjik dhe kjo fushat e tij urrejt nxitse është vazhdimsi e një doktrine të urrëties e cila është mbi baza nacionaliste dhe fetare e Serbisë, por që fatkeqësisht edhe nga disa shqipfolë si Musa nga Vushtreja, i cili është sponsorizues dhe dhënës i tokës për ndërtim të kishës në fshat në zonën e Zagorisë në Vushtre, domethënë me një lehtësi shumë të madhe, duke i quajtur muslimanë shqiptar si mostra, kanibalist, e kolon aziatik, dera islamik dhe gjak prishur. Këtë rast jemi të bindur që prokuria ka material të mjaftueshëm që të inicoj më njëherë procedurën penale, të hetimin penal ndaj të njëjtis, të marrë masat të domosdoshme hetimore, përfshirë edhe arrestimin e tij, edhe i njëjti të vendoset para ligjit dhe të dënohet me një dënim shembullor dhe meritor për këtë gjuhë të paprecedent në historinë 26 vjeçare të Kosovës, që një qytetar në emën përmes rrjeteve sociale, duke keq përdorur lirinë e shprehjes, shfryn kaq mllef, kaq urrëtie patetike
dhe patologjike ka shri vetë vëllëzërve, përkatësisht vetë bashkëqytetarëve, të cilët e flasin njëjtën gjuhë dhe kanë njëjtën prejardhje kombëtare, përkatësisht shqiptarët e fesë muslimane. Shënjestër.net